gjykatën kushtetuese? Sot bashkë me avokaten kolegen Greta Ambelli kemi depozituar në gjykatën kushtetuese kërkesën për shfuqizimin si të papajtueshëm me kushtetutën të aktit normativ numër 3 të datës 6 korrik 2026 të Këshillit të Ministrave, si një akt normativ i cili vjen ndesh me nenin 101 të kushtetutës, i cili për aktet normative kërkon domosdoshmërisht plotësimin në mënyrë kumulative të dy kushteve, që janë nevoja dhe urgjenca. Akti normativ i nxjerr për pagimin e 400 milion lekëve të reja ndaj një koncerti privat, një kompanie private, është një akt i cili nuk vërteton dhe nuk arsyeton në relacionin shpjegues Këshilli i Ministrave nevojën, për çfarë do duhet që ne nga taksat e shqiptarëve të paguajmë një koncert privat, dhe nuk justifikon as urgjencën, sepse është një aktivitet i cili është publikuar që 2-3 muaj më parë, që në datën 30 prill nga institucionet përgjegjëse dhe ka nisur shitja e biletave në datën 6 maj. Në relacionin shoqërues të aktit, në asnjë rast Këshilli i Ministrave nuk përcakton përse ka ardhur kjo rritje papriture e kostove, nuk shpjegon nëse janë rritur kostot për shkak të rritjes së çmimeve në bursë të këtyre pajisjeve me radhë, por nga ana tjetër në relacion shpjegohet që kompania do të vendos falas në dispozicion për shtetin shqiptar dhe për shoqërinë shqiptare bileta që të shkojnë familjet në nevojë, të shkojnë studentët, të shkojnë personat me aftësi të kufizuara. Nëse ne kemi para për t'u dhënë personave me aftësi të kufizuara, duhet t'u japim para, duke u paguar kujdestarët. Nuk ka nevojë t'i çojmë në koncert. Nëse ne kemi para për të paguar për familjet në nevojë, duhet t'u rrisim ndihmën ekonomike. Nuk ka nevojë t'i çojmë në koncert. Nëse ne kemi para për të paguar për studentët, duhet t'u rrisim bursat, apo të shtojmë bursat, nuk ka nevojë që ne t'i çojmë në koncert. Aq më shumë në një koncert i cili është koncert privat, i një kompanie private, i një këngëtari privat, dhe nuk është gjë e jashtëzakonshme që një koncert edhe të dështoj. Ka pas koncerte të dështuara Shqipëria dhe do të ketë dhe në të ardhmen, dhe jo vetëm Shqipëria, e gjithë bota. Kështu që ky akt normativ cënon edhe parimin e proporcionalitetit, sepse në akt në asnjë rast nuk shpjegohet përse 400 milion të reja, pra mbi 4 milion euro, gjithashtu cënohet parimi i barazisë së shtetësve përpara ligjit, në enitet me ati kushtetutës, sepse i vendos subjektet në pabarazi, disa subjekte kanë ardhur si privat, i kanë zhvilluar aktivitetet e tyre me kostot e veta, ndërkohë që në rastin konkret subvencionohet. Dhe cënohen një sër parimesh të tjera të kushtetutës tonë, të cilat nuk lejojnë që shteti të kthehet në një organizëm privat. Për ta përmbyllur, të nderuar, duhet keni parasysh që akti normativ me fuqinë Këshillit të Ministrave, mundësia që në raste gjendje të jashtëzakonshme, situatave të jashtëzakonshme, të marrë tagrin e parlamentit dhe të miratoj një akt normativ me fuqinë e ligjit, praktikisht një ligj. Ne jemi republikë parlamentare, ligjet e miraton parlamenti, po për shkaqe të jashtëzakonshme, është lënë mundësia që Këshilli i Ministrave mund ta miratoj dhe brenda 45 ditëve shkon dhe miratohet në kuvend. Çfarë kanë bërë këta? Këta kanë miratuar një ligj me emër të posaçëm. Ligji që në emër e ka akt normativ, pra duhet të normoj, duhet përcaktoj normën, duhet përcaktoj rregullin. Ndërkohë këta kanë bërë një akt individual. Atëherë kush do imi mes aktit administrativ individual dhe aktit normativ pra ligjit? Për këtë arsye dhe të gjitha arsyet e tjera që ne kemi shpjeguar në këtë kërkesë depozituar sot në gjykatë kushtetuese, i kemi kërkuar gjykatës kushtetuese të pezuojë në mënyrë të menjëhershme çdo veprim për të bërë pagesat, edhe pse kam shumë dyshime që këta mund i kenë bërë pagesat, se kur vjen puna për ish pronarët apo për dënuarit politik ka nga 35 vite e si marrin, s'ua bëjnë, dhe së dyti, për ta shfuqizuar këtë akt normativ si në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. A mund të shfuqizohet akti normativ pa marrë edhe drejtën e ligjit nga parlamenti, pasi tashmë ky akt normativ ka kaluar në parlament, është depozituar si projekt ligj dhe pritet që ndoshta edhe në seancën e kësaj tente të marrë fuqi të plot. A nuk duhet të prisnit që kishte miratime në parlament, apo mund goditet që në momentin e parë? Kjo është një dilemë që do ta zgjidh gjykata kushtetuese, ndjenin time nuk ka një praktikë të mpashme të tillë, po shumë mirë dhe kjo le të sqarohet. Duhet keni parasysh që në nenin e fundit të aktit normativ, se ka qenë dilemë dhe mes nesh juristëve,
thuhet ky akt hyn në fuqi më njëherë. Pra nuk ka nevojë as të publikohet, as të pres publikimin fletorin zyrtare. Pra ky akt hyn në fuqi më njëherë, pastaj publikohet në fletorin zyrtar. Kështu thot akti normativ. Që do të thotë sa ko ka hyrë në fuqi më njëherë, në gjykimin ton është i goditshëm më njëherë, sepse fillon prodhon pasoja më njëherë. Në këtë kuptim, ne kemi goditur aktin normativ drejt për drejt direkt, sepse nuk kemi dashur të humbet kohë, sepse bërja e pagesave ndaj një subjekti i cili ka lidhje me një subjekt të huaj, mund ta bëj kthimin e këtyre vlerave të pamundura ose nëse akti rrëzohet si papajtueshëm në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Pra, ne kemi godit aktin normativ drejt për drejt, po i kemi parapritur dhe goditjes së ligjit miratues nëse kuvendi do ta kalonte. Ju keni kërkuar që gjykata të marrë veprojë më njëherë, por nëse gjykata e vendos në kalendar disa ditë në vonesë kur është miratuar dhe ligji janë bërë gjitha pagesat, si do të zhbëhet, si do të kthehen mbrapa këto 4 milionë euro në buxhetin e shtetit? Kjo është fatkeqësi e shtetit shqiptar që funksionon si një ndërmarrje private. Ajo që kemi ne në dorë si jurist, si avokat, si Lëvizja Shqipëria Bëhet, se kemi depozituar si subjekt, si parti politike, është që të luftojmë në kohë reale për çdo padrejtësi që bëhet, por ne nuk kemi në dorë çmundurinë e Edi Ramës apo të qeverisë së tij. Sigurisht që nëse pagesat janë bërë, dhe kam shumë dyshime që duhet janë bërë nga këta, sepse nxitojnë këta kur është puna për të vjedhur një para, administrimi pas i këtyre parave do të jetë një proces i vështirë, dhe kjo është fatkeqësia e vendit tonë. I japim me dorë edhe do t'i kërkojmë me këmbë. Faleminderit. Faleminderit.